Nyja hidrike tek ura e Gjolluli që ndodhet në zonën e Nën Shkodrës është pika më kyçe për evadimin e ujrave të fushave përreth në rast të rreshjesh intensive dhe përmbytjesh të mundshme. Kjo përbën një nyje shumë të rëndësishme hidrike, pasi aty bashkohen të gjithë kolektorët kryesor të sistemit kullues të Nën Shkodrës për të drejtuar ujin drejt rezervuarit të Çastit dhe më pas drejt detit Adriatik. Filmimet e kryera në terren gjatë paraditës së premtes tregojnë se kolektorët që vijnë nga zona e Bushatit janë pastruar, por situata nuk është e njëjtë me kolektorin e Dajçit si dhe kolektorin kryesor që transporton ujin nga nyja tek ura e Gjollulit drejt rezervuarit të Çastit. Këta kolektor janë ende të bllokuar dhe të mbushur me mbetje, gjë që paraqet një rrezik serioz në prag të periudhës së rreshjeve të shiut. Duke qenë një zonë me rrezikshmëri të lartë për përmbytje, është shumë e rëndësishme që Bordi Rajonal i Kullimit me qendër në Lezhë të marrë masa urgjente për pastrimin e kolektorëve dhe rivënien e tyre në funksion të plot. Mosveprimi në kohë jo vetëm që rrezikon përmbytjen e tokave bujqësore dhe banesave, por përbën edhe një kërcënim për jetën dhe sigurinë e banorëve të zonës. Ndaj kërkohet angazhimi menjëhershëm institucional për të garantuar parandalimin e një emergjence të mundshme natyrore që me përkujdesje dhe mirëmbajtje është e shmangshme.